Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin ditor të datës 7 gusht 2026. Dita e premte, dita e afërditës, një ditë me rëndësi të veçantë në fushën e karrierës dhe të ndryshimeve të mëdha që vijnë. Përvallë nga kush përfiton në këtë aspekt dhe nga nisin disa gjëra. Problemi është se çdo gjë mund të ndodhë, çdo gjë mund të arrihet, por mos harrojmë se kemi të bëjmë një ditë mjaft ndikuese, rrezatuese me afërditën peshore. Kjo bën një atmosferë më të butë, më sociale dhe më të orientuar për gjërat që ne kërkojmë. Por kemi gjithashtu një ndikim shumë të mirë sepse pas ditëve ku Kiron në Dem nxori plag dhe afërdita në Virgjesh kërkoi analizë, tani marrëdhëniet kërkojnë ekuilibër, dialog, elegancë dhe drejtësi. Megjithatë, nuk duhet harruar se jemi ende në një muaj shumë të fuqishëm eklipsesh. Harmonia e afërditës në peshore nuk anullon tensionin e muajit, ajo thjesht jep një mënyrë më të mirë për të menaxhuar. Sot ndikohen veçanërisht peshorja, dashi, gaforja dhe bricapi, sidomos të 10 ditësh të parë. Nësa afërdita lëviz në gradat e para të peshores, kjo mund të sjellë ndikime shumë pozitive, marrëdhënie, diplomaci dhe ekuilibër. Por ndikimi për peshoren, sepse ndikimet më të mëdha mund të kemi edhe disa çështje personale mund të zgjidhen në lidhje me anën e tyre. Për dashin partneritetet bëhen qendrore. Për gaforet, familja, shtëpia kërkon më shumë harmoni. Për bricapët, karriera dhe marrëdhëniet autoritetet mund të zbutet, por kërkojnë dhe diplomaci. Për shenjat e ajrit, binjakët dhe ujori, dita është e favorshme që mund të sjellë mbështetje në komunikim, dashuri, udhëtime, krijimtari, kontakte sociale. Për shenjat e zjarrit, luani dhe shigjetari, afërditat në peshore mund të ndihmojnë në bisedat, miqësitë, projektet dhe planet sociale. Por për gjithë qesat është drejtësia, marrëdhënie që funksionojnë nëse ka balanca të vërteta. Astrologjikisht është ditë e mirë për biseda, për pajtime, takime, ndryshime, vendime, udhëtime, blerje toke, të favorshme sidomos për ju që doni të ndryshoni nga një vend tjetër që është shumë i favorizuar, madje është ndikimi më i madh që lidhet me punën tuaj dhe jo vetëm. Afërdita në peshore nuk favorizon lojrat ose nuk favorizon ato që duan ta marrin me forcë diçka dhe gënjeshtrën apo diçka tjetër, duhet pasur kujdes sepse për çështje familjare dita mund të jetë e mirë për të biseduar dhe për blerje, sepse lidhet shumë me blerjet dhe balancat. Megjithatë, kjo ditë është mjaft pozitive në anën tuaj. Por vetëm duhet të shmangni marrëveshje që bëhen vetëm për të mos prishur marrëdhëniet. Keni kujdes. Flertet e paqarta, varësia nga miratimi i të tjerëve, shpenzime për të dukur, xhelozia e maskuar si drejtësi, pasiviteti në vendimarrje dhe kompromiset që ju lënë të pakënaqur brenda. Dita është e bukur, por kërkon ndershmëri. Kjo lidhet shumë me kuptimin e jetës. Nëse kuptoni diçka, do shikoni dhe vetë dhe këtu do shikoni që me të vërtetë Jorgo ka pasur të drejtë për gjërat që thot. Prandaj këtu do të pasur kujdes. Nuk gëzohemi ne sepse duhet gëzojnë të tjerët. Nuk arrim ne ose nuk bëjmë diçka për mos u mërzitur të tjerët. Po të mërziten dhe të pëlqasin po deshem. Në rastin konkret kemi drejta drejtësi nuk ka luma që ka, juve e keni për gjërat që do të bëni, realizojeni se ka për t'ia vlerësuar. Kështu që janë disa ndikime dhe disa çështje, sado që janë të vështira,